Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 23. Data 23 gusht 2026. Kemi një ndikim shumë të madh planetar, një ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse dielli zhvendoset nga Luani në Virgjëresh. Dhe kjo në orën 4:19 minuta me orën tonë, me këtë hyrje atmosfera ndryshon. Ndjeshëm nga zjarri, krimtaria, dukshmëria dhe zemra e Luanit kalon tek toka. Detaj, puna, shëndeti, rutina, analiza, rregulli, përmirësimi, prakticiteti i Virgjëreshës. Pas një periudhe shumë të fortë eklipseve në Luan, ku egoja, dashuria dhe skena ishin në qendër, tani jeta kërkon rregull konkret. Dielli në Virgjëresh na thot, nuk mjafton të duam diçka, duhet ta organizojmë, nuk mjafton të shprehemi, duhet të përmirësojmë, nuk mjafton të kemi ide, por ajo çka lidhet, duhet të kemi metodë. Ky kalim është shumë i rëndësishëm për punën, për ekonominë dhe të rëndësishme gjithashtu në përditshmërinë tonë, për dokumentacione, shërbime, detaje, çdo gjë që kërkon rend dhe stabilizim. Nëse gjatë sezonit të Luanit kemi parë që çfarë do zemra gjatë sezonit të Virgjëreshës, shohim çfarë duhet të bërë në praktik. Më të ndikuar janë shenjat e tokës, nuk diskutohet, por edhe shenjat e tjera që do të thotë Virgjëresha, peshqit, binjakët, shigjetari, sidomos të ditësit parë. Fillimisht ata që kanë shenjat të ndryshme ose në krahun tjetër, duke pasur parasysh, për Virgjëreshën hapet një periudhë e re me fokus në identitet, pamje dhe vendime. Për peshqit aktivizohet marrëdhëniet, partneritetet, kontratat. Për binjakët, shtëpia dhe familja kërkojnë vëmendje. Për shigjetarin, karriera dhe statuti bëhet ndikim favorit. Ky kalim është mbështetës për shenjat e tokës, Demi, Virgjëresha dhe Briciapi, sidomos të ditësit parë, sepse sjellin stabilitet, organizim dhe mundësi praktike. Shenjat e ujit, Gaforja, Akrepi dhe Peshqit mund të përdorin për ndikim dhe stabilizim qetësi, marrëdhënie të qarta dhe rregullim gjendjes emocionale përmes veprimeve konkrete. Një pikë shumë e rëndësishme është se dielli në fillim të Virgjëreshës krijon një atmosferë shumë praktike, ideale me Kiron në retrograd, në dem, sepse të dy ndodhen në shenjën toke. Në fillim të shenjave, kjo favorizon shërimin praktik dhe jo vetëm. Kujdes dhe në ndikimet që ka të bëjnë me punën tuaj, me karrierën tuaj, sepse preket ditë që parë, do thosha unë, shenjës së tokës dhe të ujit, por për çështjet e praktikave dhe ndryshimeve të mëdha, ka të bëjnë shumë me përmirësimin dhe ndryshimin e madh që vjen në këtë aspekt. Por gjithsesi, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë dhe me karrierën, do thosha unë, në lidhje me çështjet e punës, në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Por gjithsesi, kjo periudhë është mjaft e ndjeshme për sa i përket çështjeve, për sa i përket energjisë, për sa i përket seriozitetit dhe mundësive të arta që vijnë. Nuk diskutohet, nuk vjen dyshim për arsye të punës, për arsye të disa çështjeve madhore që kanë të bëjnë në anën e biznesit dhe të karrierës, por edhe të ndryshimeve të tjera që do të keni tani në tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ekonominë, lidhje me stabilizime, lidhje me ndryshime të njëpasnjëshme, do të keni këto mundësi ju, po bëni pa kujdes sepse ka ndryshime të papritura kur kemi diellin në shenjë toke ose aktivitete planetare, siç është hënë plot, hënë re, në shenjë toke është pak me sybet, se ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë. Para se të fillojmë bashkimin e dy shenjave zodiakale, unë rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, ku do ndodheni, nëse jeni në një dëshironi një parashikim të detajuar, atëherë kemi faqen roz, që shikoni atje, astrologu.al, për gjithë çka juve ju intereson, i keni në detaje atje, dhe nëse e keni nda mendje dhe doni një parashikim nga Jorgo për gjithë çka ju intereson, atëherë jeni gati që juve të shikoni gjërat, çfarë doni, dhe nëse jeni gati për të marrë shërbimin, atëherë e keni direkt atje ku e shikoni juve, dhe mund të shkoni në sekretaria, dërgoni emailin tuaj dhe pastaj flasim në detaje për gjithçka juve ju intereson. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e Dashit.
Për ju të shenjës së dashit duket se pozitiviteti nuk do t'ju mungoj në lidhje me punën tuaj, në lidhje me ato çka keni, sepse edhe si punë, edhe si karrierë, edhe si ndryshim sidomos, është momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të diçit parë, është diçka perfekte dhe jo problematike. Në anën tjetër, një ndarje që keni pasur me Luan, përgatituni sepse dy shenja zjarri janë perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Për ju të shenjës së Demit, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të mira, më pozitive të qenë ndonjëherë dhe stabilizimi, konkretizimi i gjërave të mëdha, që është një mundësi, është një kohë që vërtet juve keni mundësinë dhe doni të realizoni gjërat të paralizuar më përpara, është një mundësi shumë e mirë sepse stabilizimi ekonomiko-financiar, mundësi që juve keni, koha që ndryshon çdo gjë është në dorën tuaj dhe momenti është i qartë, i artë për gjërat që juve keni. Në çështjet shpirtërore, për ju të shenjës së Demit, nuk do t'ju mungojnë lidhjet afatgjatë. Një njohje që mund bëni tani kalon në njohje serioze dhe mundësi të arta, sidomos me virgjëresh dhe me ujort dhe diçit parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për binjakët duket se tani në këtë periudhë është një periudhat më të ndryshme të jetës, të vazhdimësisë, të karrierës, lidhet shumë me karrierën, por gjithashtu ka diçka shumë të madhe mbi stabilizimin e punës suaj, të karrierës suaj dhe jo vetëm. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dem, Akrep dhe Virgjëresh është idealja sepse kjo periudhë është e juaja dhe funksionon si ndikim i madh dhe disa mund katapultohen për shembull edhe mërziten pastaj, se thonë unë vërtet isha mirë, por tani vajta në shije dhe u qava nga shiu dhe rash në breshër. Kështu që duhet pasur kujdes nga ndryshimet që neve bëjmë. Çështje shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me ujor dhe me Akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforet duket se tani kjo periudhë është një periudhë e artë për juve të kësaj shenje, sepse ndikimi i hënës në shenjë toke, sidomos në Virgjëresh, për juve është diçka mjaft e madhe sepse keni përballë britçapin, ku britçapi ndikon shumë, u jep mundësinë, kohën, vazhdimsinë, korrektësinë nga njëra anë dhe momentet të tjera që do të keni tani tutje, por nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsye të punës, sepse çdo gjë shkon bashkë, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe garancisë suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshk dhe me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Luanit. Meqense Luani tani për tani, sado që zgjidh problemin e vet për arsye të punës, por unë do thosha që tani ka diçka mjaft pozitive, ka diçka shumë të mbar, sepse koha që ka ndikimin e vet dhe mundësit. Luani tani me diellin nga dita e sotme në shenjë në Virgjëresh, u jep mundësinë dhe kohën për të nisur diçka të re dhe për të arritur në finish për arsye të punës suaj, për arsye të karrierës suaj dhe të vendimeve. Në çështjet shpirtërore të përgjithshme, duke se gjërat janë pozitive dhe korrekte nga ana juaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Akrep dhe me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Virgjëreshës. Për Virgjëresha tani tutje është një periudhë, është një moment shumë i mirë, shumë pozitiv dhe juve i keni mundësinë sepse zgjidhni çështje problematike, zgjidhni gjërat që doni të zgjidhni në anën e punës, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të parë se çfarë do të bëni në anën ekonomike, është një moment shumë i mirë dhe tepër i artë në anën tuaj, por Virgjëreshat kanë ndikime, kanë mundësinë, kanë kohën, sepse është një moment i vyer për juve, sepse ka të bëjnë me ekonominë dhe takimet dhe biznesi më shumë, por është mundësia me mirë e mundshme tani tutje keni mundësinë për të stabilizuar ekonominë tuaj dhe një punë e re është gati për të zgjidhur. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Dem të diçit parë, me Virgjëresh të diçit tetë është perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Për peshorët duket se tani është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv sepse stabilizimi që ka të bëjnë tani është një moment shumë i mirë, tepër pozitiv dhe korrekt nga ana juaj, por një mundësi, një kohë, një ndryshim shumë i madh që ndodh tani tutje.
e keni mundësinë për të bërë zgjedhjen e duhur mbi anën ekonomike financiare, mbi biznesin që juve keni, dhe kjo është një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitive për gjëra që do të diktojnë, do të ndikojnë në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Peshorët nga njëra anë mundohen shumë për të qenë korrekt me veten e tyre, për të qenë korrekt me të tretët, dhe të tretët nuk janë korrekt me këtë, por gjithsesi kjo mbetet për të parë për arsye të punës dhe të karrierës, por gjithsesi periudha është në favorin tuaj. Në çështjet e dashurisë me dash është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Për akrepet kjo periudhë është periudhë maturie, stabilizimi, gjërat konkrete që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luantë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit tretë, duket se ka diçka shumë të rëndësishme për jetën tuaj. Kalojmë tek shenja e radhës, që do thotë shigjetari. Për shigjetarët duket se tani energjia e diellit, që është në shenjë toke, juve ju ndihmon jashtëmase se do merreni me një punë të re dhe stabilizimi i punës, i karrierës, i ndryshimeve të mëdha që vijnë tek juve, është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar çdo gjë që dëshironi, çdo gjë që keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçit të tretë, është mundësia dhe periudha më e mirë e qëndonjëherë, sepse është kjo kohë, është ky moment mjaft i mirë në stabilizime dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me virgjëresh është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapit. Për sa përket bricapëve, meqenëse bricapët do duket se tani e tutje është një kohë që është mjaft e mirë, është përcaktuese për gjërat që doni të bëni, është ndikuese për gjërat që ke në një farë mënyre për punën, për karrierën, ndryshimin e madh që vjen, një moment shumë i mirë që keni tani e tutje, është puna aktuale dhe është një mundësi shumë e mirë për stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave që lidhet me punën, lidhet dhe me familjen. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me peshore dhe me binjak është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për juve të shenjës ujorit është një moment tani qartësi dhe veprime konkrete. Është momenti, praktika që ju e bëni, për ju keni pasur probleme për ribashkime. Është një ditë shumë e mirë kjo ditë, sepse ribashkimet që kanë bënë në punën tuaj ose bizneset që keni me ortakri, vjen një moment dashurie, një moment dhuntie, një moment korrektësie, dhe për juve është momenti më i mirë i mundshëm dhe stabilizimi është më ideali që ndonjëherë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me luantë dhe diçit parë, me akrepët dhe diçit tretë, është perfektja, pse jo? Është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale për të zhvilluar, ndryshuar gjërat që keni, dhe një mundësi shumë e mirë për sa përket punës, për sa përket gjërave aktuale në anën tuaj, dhe një mundësi shumë e mirë mbi stabilizimin e punës dhe të karrierës suaj. Por e përgjithshmja duket se ka një vullnet të brendshëm të shpirtit dhe të mundësisë. Ka diçka shumë të madhe, sepse zgjidhet problemi, zgjidhen gjërat aty ku dëshironi. Por meqenëse ujorët nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqive. Për ju të shenjës së peshqive duket se një nga vendimet që mund të marrin për ju të shenjës së peshqive, keni mundësinë dhe kohën e duhur për zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që keni, është një moment mjaft i mirë, tepër pozitiv dhe surprizues për gjërat që ka të bëjnë. Por ndikimi që keni juve dhe mundësitë që vijnë, nga njëra anë është momenti, nga ana tjetër ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni, por unë ju them që është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive për ndryshime, për vendime të rëndësishme që merrni. Nga njëra anë dhe koha tregon që i keni të gjitha në dorë, por është mundësia ajo që do t'i rregulloni, do t'i startoni, stabilizoni çdo gjë që juve keni në anën tuaj më të mirë të mundshme. Prandaj bini pas, mos me lini pas dore. Ana e dashurisë për juve të kësaj shenje është me akrep dhe me dash. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të ditës diel të datës 23 gusht 2026. Por nëse doni parashikime të detajuara mbi çdo gjë në detaje, kemi këtë faqen roz, shikoni atje. Atje, duke parë, duke shfletuar, e shikoni, nëse ju pëlqen dhe doni një parashikim të detajuar, atëherë kemi tek sekretaria poshtë, atë mund ta klikoni dhe dërgoni emailin tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet WhatsAppit në kohën që neve jemi dhe
ju themi se si funksionon shërbimi. Nga unë Europulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.